15 majit dhe unë do t'ju pyes, ku do e dorëzoni dhe prezantoni këtë raport të cilin ju theksoni se do e përfundoni me drejtuesit politik? Dhe a janë përfshirë dhe këto raste që ju keni denoncuar nga Selia? Faleminderit. Patjetër që janë përfshirë. Dhe ne po operojmë, për shembull, sot ne shpërndajmë raportin e updateuar paraprak. Raportin paraprak të updateuar, i cili në fakt me terma të tjerë është një raporti i ndërmjem. Raporti përfundimtar do bëjmë çdo gjë që t'jetë gati nga data 10 qershor. Por ndërkohë, ne si dokumenta i nisim që të gjitha në misionin e Odirit dhe misionet tjera vëzhguese. Ku do shkojë raporti përfundimtar? Raporti përfundimtar do shkojë në të gjitha kancelaриtë e vendeve anëtare të OSBE-s, vendeve anëtare të BE-s, vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Raporti përfundimtar do shkojë në të gjitha institucionet ndërkombëtare, konventat, dokumentat e cilave janë dhunuar në këtë zgjedhje. Raporti përfundimtar do shkojë në të gjitha parlamentet, komisionet e jashtme të drejtave të njeriut, të parlamentet të vendeve të anëtare të OSBE-s, të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës. Pra, këto janë destinacionet e raportit përfundimtar. Por për të mbajtur non-stop me të informuar, ne kemi operuar në raportin paraprak, tani kemi përgatitur duke mbledhur të dhënat raportin paraprak të updateuar apo raporti në fakt i ndërmjem para përfundimtarit. Raporti përfundimtar do përpiqemi ta përgatisim midis datës 10 dhe 15 qershor me çdo kusht. Zoti Berisha, Andon Kello nga ABC News.